Kombëtarja e vajzave ka nisur përgatitjet për 2 sfidat vendimtare ndaj Çipros të vlefshme për fazën play-out të UEFA National League. Vajzat kuqezi kanë zhvilluar shërbitjen e rrallës në kuadër të këtij grumbullimi, teksa grupi nuk është ende i plot dhe pritet të kompletohet në seancat në vijim. Trajneri i skuadrës Armir Grima shpreh optimist për këtë ndeshje dhe në të njëjtën gjë e sheh edhe tek ekipi që ai drejton. Kemi prit këtë ditë, domethënë që vim këtë nivel, besoj që do japim maksimumin, jam shumë optimist. Shoh optimizëm të vajzat, shoh dëshirë, shoh grind, sepse është momenti i dur që ne të vazhdojmë të qëndrojmë në Ligën B, sepse besoj që e kemi merituar me rezultate edhe me lojë dhe besoj që jemi të denj për të vazhduar në Ligën B. Po tash ne kemi një fat madh se shumë vajza po na luajnë jashtë Shqipërisë, në klubet huaja, besoj që është shtuar shumë kontingjenti dhe kjo është një fat sepse vitja është më sistematike, më rregull dhe besoj që vajzat janë të përgatitura mirë fizikisht. Kështu që shoh dëshirë të vajzat, kjo është ajo që më ngro dhe shoh një optimizëm për të kaluar këto 2 ndeshje me sukses. Duke folur për kundërshtarin, ai nënvizon se në këtë sfida skuadra kuqezi duhet të luftojë me veten dhe mos t'i marrë si ndeshje të lehta. Ne dim kush është Shqipëria, besoj që ashtu na kanë studiuar ata ne dhe unë mendoj që ne duhet të luftojmë me vetveten, që mos mendojmë që është ndeshje e lehtë, se kjo është shumë e rëndësishme, po t'i japim vlerësimin që i takon. Dhe të bëjmë atë hapin e madh që ne kërkojmë të futbollit femrave, sepse do të jetë një sukses i mirë ose i madh për futbollin e femrave që ne të vazhdojmë të jemi në ligë. Shqipëria do të luajë në 24 tetor në orën 18 ndeshjen e parë kundër Çipros në Larnaka, ndërsa ndeshja e kthimit luhet në Air Albania në 28 tetor në orën 18. Ndeshjet kundër Çipros konsiderohen si finale për ekipin kuqezi të vajzave, të cilat kërkojnë të ruajnë statusin e tyre në Ligën B dhe të vijojnë rrugtimin në këtë nivel.